Lajmet për zbulimin e luleshtrydheve me pesticide të ardhura nga Greqia kanë dëmtuar prodhuesit në Shqipëri dhe në veçanti ata në Kafaraj, ku është edhe ferma më e madhe e luleshtrydheve në vend. Në pikun e sezonit të vjeljes, fermerët u përballen edhe me një goditje të rëndë, që erdhi nga lajmi për zbulimin e luleshtrydheve me pesticide nga Greqia. Dëmi ishte 2 deri 3 milion lek për çdo fermer për 3 ditë që u bllokua në dogan. Nga analizat që janë bërë frutit, nuk ka probleme. Por nga këto lajme nuk janë dëmtuar vetëm prodhuesit pronar, por edhe punonjësit e fermave. Këta të fundit theksojnë se prodhimi është bio dhe se nuk abuzohet me pesticidet. Bio, absolutisht jo. Kemi 8 vjetë që punojmë këtu dhe prodhimi është bio. Kemi ngranë edhe vetë këtu, që unë po e ngra vetë. Jo, nuk ka probleme. Jo, kemi ngranë, nuk është me probleme. Se i përket mbështetjeve, duhet më shumë mbështetje nga shteti? Po, e konsumojmë hanë. Nuk ka probleme me pesticide këto, janë me fjalë nuk janë. Janë bio, janë të mira me fjalë. Malli është i sigurt, plus hanë vetë, marrim edhe për familjarët. Se po të ishte, sa ishte me helme me këto, s'meni fare. Nuk është. Jo, malli është i sigurt. Punonjësit e serave të luleshtrydheve thonë se këto biznese apo sipërmarrje duhet të mbështeten nga shteti me subvencione që të jenë edhe më të larta, me qëllim që ata të marrin paga më të larta, por edhe të sigurohen. Po shikojmë të arsyeshme që dhe paga edhe pronarët të ngrihet subvencionime tyre edhe ne të na shikojnë në anën tjetër. Si jemi fukarej nuk marrim dot një thes millo bir. Shteti duhet veri dorë, po ne themi po llafi jon veten vesh shurd, nuk veten vesh të shtetit. Se i përket mbështetjeve, duhet më shumë mbështetje nga shteti? Po duam të na ngri rroga se i kemi shumë të ashtu. Të vej dorë te ne, edhe ai pronari nuk, edhe ai të drejtë ka se edhe ai kërkon ato të tija dhe ne punëtor jemi duam që të na ngrihet ne çik rroga se ngrihemi gjë në 5. Zëm punë këtu dhe nuk kemi deverdi. Çfarë do të kërkonit më shumë? Po ja, të veri dorë shteti se si për këta pronarët edhe për ne punëtorët. Dhe ne duam edhe ne të drejtën tonë, si thonë asaj. Vim, kemi kaq vite. Çfarë do të kërkonit më shumë nga shteti? Shumë ngritjen e rrogës, lëm shtëpi, ka ta ndija ne mbrapa fëmijë, edhe vim ngrihemi këtu që mëngjes, ja hajde urdo se edhe ti ke prindër, ke kështu le pleqërinë e vjen këtu tash. Këtu sa do çosh në shtëpi, ç'a do t'u japsh atyre? Se çdo gjë është me të blerë. Bujqësia po përballet sot me vështirësi, sikur të mos mjaftonin këto. Për fermerët tanë do të duhen edhe abuzimet që bëhen jashtë Shqipërisë për t'i penalizuar edhe më shumë, si kundër ishte rasti më i fundit i luleshtrydheve.